Kuratorja Anega Bela ka mbajtur fjalën e saj në Festivalin Ndërkombëtar të Arkitekturës Bukë e Zemër që zhvillohet në Tiranë. Ajo nënvizoi se vendin tonë ka vizituar për herë të parë në vitin 2024, ndërsa ra në dashuri me sheshin Skënderbej. Kuratorja tha se kultura arkitekturore në vetvete është më shumë se tulla dhe gur, pasi tregon se si është formësuar bota përreth nesh. 12 shtator 2024 ka qenë dita ime e parë në Tiranë. Personi parë me të cilin shtrëngova duart ishte presidenti Herzog i Izraelit. Menjëherë pas asaj dite rash në dashuri me sheshin. Më kërkuat t'ju sjell pak piper. Të gjithëve ju është kërkuar të sjellni krip. Duke i paksa një lojë, ndoshta ishte, por ky piper ka histori, ndërton perandori, djeg, kalon oqean, ndoshta më kërkuat piper sepse kohë përpara njerëzit udhtonin, e pan grasi unë, e i duke si një piper për shoqëritë atëhershme, më çmuar se floriri dhe ndërkohë e transportuar kudo. Nuk është pra thjesht një erës, është spikacë. Në fakt, përqëndrimi në traditën arkitekturore përqëndrohet e krijimi hapësirës ku mund të merret frymë. Është më shumë se sa tulla e gur, por është mënyra se si këto gjëra formësojnë botën përreth nesh. Të ndërtosh arkitekturës, të ndërtosh biseda, të ftosh zëra, të cilët për një kohë të gjatë janë lënë më janë, të bësh në pikpyetje hipoteza, të hapësh mundësi për imagjinat të re, për kritik, për dyshime. Pra, ky bashkëbisedim është për të mbledhur, është një thirrje për të mbledhur në një sallë së bashku ku jemi dhe për të eksploruar se si arkitektura mund të jetë për dhe sepse hapësirat që ne krijojmë janë po aq me vlerë sa hapësirat që zëm. Kultura arkitekturore nuk është vetëm diçka që lidhet me ndërtesat, por edhe me ftesën atyre që do të flasin dhe një hapësirë për mosmarrëveshje, për të nxjerrë mësime, për një të ardhme që ende nuk ka marrë formë. Në këtë sallë Culture is built in clusters, in committees, in coffee breaks, in drawings that get marked up and sent back again. It's built in translation, in tension, in repetition. Arkitektura, tha kuratorja, është një mënyrë për të hapur vizione në një botë të re. Aktiviteti pasoi me fjalën e të tjerë arkitektëve, të cilët treguan vizionin e tyre mbi arkitekturën dhe zhvillimin. Ky festival i organizuar nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit ka mbledhur në kryeqytetin e Shqipërisë mbi 150 arkitekt të mirënjohur ndërkombëtar.